Jo vetëm pagat në administratën publike apo pensionet janë të pamjaftueshme për të përballuar jetesën, por edhe pagat në sektorin privat. Edmond Manjani nga fshati Homesh prej vitesh punon në sektorin privat për të siguruar të ardhura ekonomike për familjen e tij. Edmondi është rikthyer edhe bujqësisë pasi me pagën që merre ka të pamundur të përballojë të gjitha shpenzimet. Sipas tij, çmimet shumë të larta kanë bërë që jetesa të vështirësohet, sidomos për familje që kanë fëmijë për të shkolluar. Nisur nga kjo, mundësia e vetme i mbetet bujqësia për shtimin e të ardhurave familjare. Djeta e punë në fshat punove me 400.000 lekë rrug nuk përballohet. Plus kësaj që ka me dy edhe plesht, atë mami e kam të smund që ka hum memorin është me shemi që thonë të doktorat, pensionja saj nuk më lo i lasit e veta. Unë me thonë kam dhe mota që i kam një ka Italia, u kam bërë ca vizita një ka Italia që i kam mamit, të shit të funit që e pat para i viti, më thanë mos e bjerë mase, nuk kemi qaj bëm. Shkëshëm kam qenë në Tiranë para ka të në 7-8 o 10 vjetë, kam pas gruën për t'i bo një lloj operimi, ka shku 3 mjesa euro në Tiranë. Jam i detyruar me i bo me përballo jetesën, një për i gjanë. Nga ana tjetër, Edmondi thotë se nënën e ka të sëmur, por bashkëshortja që kujdeset për të nuk merr shpërblim për kujdestarin. Kjo sipas Edmondit vështirëson më shumë gjendjen ekonomike, pasi bashkëshortja nuk mund të bëjë punë tjetër. Kemi shkojë më interesua, ama na thanë që kësaj nuk i tako. Ai pyeti ka humbë memor, nuk edhe mua vet, po të vish ta pyesi se kush aki, nuk e mjef fare as mua. Dhe zdi ka shkëje, dhe për shumë pa tjetër, po si vone për shumë për mrapa saj nuk e komandoj do të vetën. Nuk është një gjendje më gjithë ta komandoj. Ka humbë memorin komplet. Kujdesi ku jam më punë, kujdesi ku nëse që kujdesi që merret me da. Mi i bo shërbim. Kryefamiljari Edmond Manjani shpreson që situata në vendin tonë do të ndryshojë dhe të gjithë të trajtohen denjësisht si çdo qytetar evropian.